Ka Shqipëria sot, sepse unë jam ekonomist, me këtë buxhet që ka Shqipëria sot, nuk e bën dot Zvicër për një ditë, as për 24 orë, as për 13 vite, as për 13 vite. Me kolapsin që ke marrë, Marcela, me kolapsin që ke marrë, me kolapsin që ke marrë në 2013, me miliona euro borxh, me një sistem kolaps shëndetësor, arsimor, me 9 miliard raporti kontrollit shtetit i gjen mangut në qeverinë e Pasosë. Ju keni qenë drejtues në kohën e Partisë Socialiste. Lexoj, shikoj dhe raportin e kontrollit lart shtetit e ka lexuar zoti Muharrem. Të lutem. Raportin e kontrollit lart shtetit. Jo vetëm mungojnë 9 miliard. Absolutisht. O Shemsi, të lutem. Ja më lutem tani, o Shemsi, të lutem. Po nuk e dëgjova. Një fjali. Ta kërkoj për mosh, edhe për respektin që shprehu zoti Muharrem për mua. Dëgjoj. Ai del shumë zotria, mos ja Më vjen keq, edhe unë për respekt po i bëj një kujtesë. Dëgjoj zoti Muharrem. Sot kryeministri i Shqipërisë lançon më së shumti një kapitull të kanonit të Lek Dukagjinit për shtëpinë dhe familjen. Edhe thot, shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Duhet ta sqaroj ty dhe opinionit publik se pse është përdor ai shpreha plumin ballit. Nuk është përdor shpreha plumin ballit për të vrarë njerëz. Por fakti që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste e ka vrarë për së dyti heroin e popullit Tahir Sinani, me të drejtë, në bazë të kanunit, kush të vret pas vdekjes dhe të turpron dhe të denigron, familja ka të drejtë me ta lip gjakun. Dhe në këtë kontekst thuhet plumbin ballit. Nuk është plumbi ballit për Edi Ramën, as për grupin parlamentar të Partisë Socialiste, sepse në grupin parlamentar të Partisë Socialiste ka njerëz të ndershëm, ndoshta dhe më të ndershëm se në të shesh, por fakti që trembja që ka kapur kryeministrin dhe kryetarin e grupit parlamentar se thonë pas kësaj do bëhet nami, se ato e din që bëhet nami, arrin deri atje sa përdosin heroin e popullit, heroin kombëtar. Jo, zotin Brexit, unë kam vetëm një pyetje duke qenë se ti e marr me sigurinë. Tani në momentin që ti sot ke një protestë që pas protestës, pas një lufte hibride që ndikojnë në Iranin, klanet e ndryshme që nuk duan të zhvillohet ky vend, këto të na marrin për. Këto nuk e thomi ne, gjithë duan, e duan Shqipërinë gjithë, e duan më shumë se. Shiko, ata që janë në shesh e duan Shqipërinë më shumë se ata që e kanë vjedhur. Zoti Preçi. Këtu do bim dakord bashkë. Po, shumë dakord. Dakord. Po, jam dakord me ty. Ata që i kanë pëlyer duart në korrupsion nuk e duan më shumë se ata. Absolutisht. Korrupsion ka çdo vend botës, edhe ne kemi kundërshtuar dhe Partia Socialiste i ka dhënë duart. I ka larë duart me korrupsione. Jo, si ka larë duart. Jo. Nënën e vjedhjes dhe të korrupsionit e keni mbrojtur në parlament. Zëvendës kryeministrin e Shqipërisë e keni mbrojtur ju, zotëri. Keni votuar. Shqiptar të Republikës së Shqipërisë, i cili sot e hiqni mandatin apo të hetuar. Hiqni imunitetin. Kjo, tani më bëri një pyetje, jo të lutem. Më fal, nderuar. Më bëri një pyetje dhe po ta krijoj një pyetje. Sot ku ke një pas, një llum dhe një rrjet. Ku është ai llum? Një rrjet i kapitalizuar, e cila kërkon ekstremizëm, po pse nuk i arreston? Të fjalës lirë apo të dhunës online, ajo fjalë nuk mund të jepet. Se me atë fjalë ti mund të krijosh. Unë këtë po kërkoj, pse funksionon shteti? Kapi, arrestoj edhe çoj para drejtësisë. Absolutisht po. Ktu jam dakord. Sa vet ka arrestuar deri tani dhe t'i akuzoj për vëmendari spionazhi kriminale nga protestat. Janë në procedime sipër. Jo, nuk kemi në komunizëm këtu që të lutem shumë. Unë ta tregova me profesionalizëm pse është goditur Iqbal Berisha sot. Dhe më duket se që është shumë i qartë. Dhe unë e kam vretje për shërbimet e sigurisë, unë këtu e kam kritikuar, shërbimi informativ shtetëror i joni, zotri, duhet kesh informacion shumë mirë se çfarë barre mbart nga qeverisja Matan Kufive. Një sekond, lutem shkem